Theksojmë që vetë prindrit, paktën unë pata një komunikim me disa prej tyre, janë të shqetësuar edhe pse në fakt janë vetë prindrit të cilët janë interesuar vazhdimisht pra tek shkolla sa i përket këtij rasti, dhe ende në fakt nuk kemi një informacion nëse mësuesi do të procedohet penalisht. Është kjo të fakt ajo që kërkojnë vetë prindrit, që mësuesi jo vetëm të pushohet nga puna, por edhe të procedohet penalisht për këtë veprim që ka bërë. Nga ana tjetër duhet të theksojmë që psikologët e konsiderojnë këtë si të dëmshme në zhvillimin emocional, por edhe psikologjik të fëmijëve, pasi është mosha që këta fëmijë në fakt ende nuk kanë aftësinë për të dalluar bindjet e tyre dhe kjo gjë në fakt i dëmton rënd. Në ditën e sotme situata duket e qetë, nuk ka ende paktën një informacion qoftë edhe nga vetë shkolla nëse këtë rast pra e kanë referuar pranë organit të akuzës ku mësuesi anglishtes tashmë i pezulluar të procedohet